Atëherë zoti Gjika, si e pat fitoren e Elbasanit ndaj Dinamos? Po, faleminderit, ishte një ndeshje mrekullueshme. Elbasani me sa duket po kthehet në identitet, mas disa loreve të dobta dhe rezultateve të siguruar mirë. Këtë radhë ato bën mrekullim. Morën 3 pikë të arta. 3 pikë, po edhe me lore, dhe me cilësi dhe me sasi. Ky nuk është fundi. Na presin ndeshje të tjera prapë vështira. Dhe më vështira është me Partizanin. Partizani ka bërë një kthes të madhe. Ne duhet ta vlerësojmë dhe të mobilizohemi të paktën të mos dalim pa pikë. Për kaq që unë jam i sigurt se ne tashmë e kemi siguruar. Pastaj, se çdo ndodhi një madhësi muaj gjysmë 2, është diçka tjetër po të thënë. Si është e punën e trajnerit? A është dora e tij? Një ndikim të madh pozitiv ka dhënë trajneri. Është njeriu mirë, i saktë, serioz, punon stërvitje dhe ditë të komunikojë dhe ditë të manevrojë në situata të vështira. Ai punon seriozisht në stërvitje dhe unë e falenderoj jashtëmase. Elbasani është një nga klubet që nuk ka bërë shumë merkato. Pritet për 2 lojtarë tuaj. Si e sheh këtë? Është një strategji e mirë që të mos bëj shumë ndryshime? Për momentin nuk ka pse bën ndryshime. Lojtarët mund të blehen në fillim të kampionatit, si stërvitet bashkarisht, që ta kuptojnë njëri tjetrin. Dhe ta blesh tash se nuk ka kuptim, sa do blesh ti, kur do vi ai, kur do ambientohet, kur do përshtatet, është kohë shumë e shkurtër. Dhe mendoj që ai do të rrit tek grup, dhe grupin e ka të mirë. Si e sheh ecurinë e Elbasanit deri në fund? Do të vazhdojë me këtë ecuri pozitive? Padyshim. Ai jo që do eci, por unë mendoj që me pak seriozitet dhe me pak kurajo neve do të dimë të tregojmë veten tonë në kaçe. Unë i bëj thirrje futbollistët, të jenë gjithmonë të karikuar. S'kam punë me gjyqtarin, nuk kam punë me ansorin, s'kam punë me kundërshtarin. Morët verë, morët kuqe, ul kokën, loja vazhdon, kemi nesër tjetër. Nuk duhet të krijojmë situata të favorshme në fushën e lojës. Dhe diçka kam për tifozët. Ju lutem, mos të shani mankar sepse Elbasani nuk e pranon.